Ju, përfaqësuesit e popullit, u kujtuat vetëm sot të flisni për banorët e Zvërnecit. Ku ishit deri sot? Ku ishit një muaj më parë ju? Në nartë po ndërton dhëndri Donald Trumpit apo Edi Rama me kastratin. Dua të sjell urgjentisht në vëmendjen e këtij kuvendi një masakër mjedisore që po ndodh aktualisht në zonën e Pish Porto Nartës, në cilën makineritë të rënda prej ditësh tashmë kanë ndërhyrë në mënyrë barbare në një zonë mjedisore të mbrojtur. Kjo heshtje në media, kjo heshtje në këtë sallë kuvendi. Çfarë dini ju, të nderuar kolegë, që se di publiku? Çfarë ju shtyn që ti bashkoheni heshtjes totale? Ti bashkoheni gjithë atyre që shohin, s'dëgjojnë e prandaj s'flasin. Cilat interesa po prek unë me këto që po them? Se kush janë investitorë serioz, mjafton të lexoni artikullin e Vladimir Karajt dhe do të zbuloni aty oligarkët e mirënjohur gjithë Shqipërinë, njerëz të ngatruar me mafian italiane, gjykatës të përjashtuar nga vettingu, falsifikator, kompani me biznesmen gjëra të vrarë. Këta janë investitorët serioz të Edi Ramës. Do dëgjoni zërin e mira të rinjve të rejave që aty nga sheshi përballë kryeministrisë po brohorasin në kor, Rama në burg, Berisha në burg. Demokracia, politika sot po ndodh në rrugë, jo në këtë sallë të mykur. Ju dëgjova të flisni për dhunën, ju dëgjova teksa e dënoni dhunën. Patjetër, sepse është e vështirë ta njorosh dhunën kur të përplaset në surrat, kur kapuçzinjt e paljestruar të herqin zvarr banorin pa ndjenja, atëherë ju, zotrinj fisnik, indinjoheni për dhunën. Po me qenë se ju flisni për dhunën, a nuk është dhunë kur fshatarit i grabitet prona? A bën dallim nëse ja grabit oligarku vendas apo oligarku i huaj? A nuk është dhunë kur njerëzve u keni lënë në xhep një copë letër që edhe u anje pronën, edhe nuk u anje të drejtën për ta zhvilluar, edhe e kanë pronën, edhe nuk e kanë më, sapo mbin nga dheu investitorët serioze, strategjike, geostrategjik. A nuk është dhunë strukturore kjo? A nuk është dhunë që shqiptarët i keni lënë të enden përthuajse 40 vjet, si Mojsiu në shkretir, nga një sallë gjyqi në tjetrën, për atë të shkretën pronë, për atë pronë të cilën Edi Rama me një të rënd të lapsit e tjetërson, ja jep atij investitorit serioz. A nuk është dhunë që 99% e medjave ka rënë një heshtje varri? Çfarë është kjo? A është kjo injorim apo është dhunë sistemike? Që sigurt mos ishte për ato filmimet e telefonave të banorëve në Zvërnec, nga kjo sallë sot do flitej për tjetër çka. A nuk është dhunë që ju, përfaqësuesit e popullit, u kujtuat vetëm sot të flisni për banorët e Zvërnecit? Ku ishit deri sot? Ku ishit një muaj më parë ju? Kjo dhuna që ndodhi në Zvërnec, pra, çfarë është? Mos është vallë një dhunë hynore? Mos e dha gjë Zoti që ai halabaku të grushtoj e të marrë zvar banorin? Apo është dhuna e kriminalit që i ka kratë ngrota sepse mbrapa ti ka shtetin shqiptar dhe rreh këti doj qefi, rreh dhe policin po i dëshi qefi? A nuk ju vjen pra turp për përdhosjen që i keni bërë uniformës policisë të shtetit deri në këtë pikë? Djem të rinj të veshur me skafandra, të cilët nga turpi përballë banorëve i ulin syt për tokë. Ndërkohë që duhet ishin shefat e tyre, të cilat i detyrojnë, të cilat u thonë se detyra ndaj adheut është të mbrojnë interesin e trafikantit të drogës dhe të Edi Ramës përballë qytetarëve të cilëve u grabitet prona. A dini se çfarë i tha njëri prej atyre çunave me kapuç të zi, një banori në protest? I tha, jam këtu që të fitoj bukën time, i tha. Dhe banori i tha, edhe unë jam këtu që të marr pronën time. A ndjeni ju përgjegjësi për këtë dhunë që shqiptarin për shqiptarin e ka kthyer në një qen që do ta kafshoj për të fituar bukën? Ju që ushqeni prej 36 vjetësh mbi kurrizën e këtij populli. A dini se çfarë më thanë banorët e Rjollit? Ata banorët e Rjollit që edhe ata janë dhunuar, edhe ata janë përgjakur, por çuditërisht ju s'e keni parë. Nuk dëgjuat për ata. Më thanë, s'na ka ngelur verse me marr armën.
A e dini çfarë më thanë par dje banorët e Zvërnecit? S'na ka ngelur gjë vetë se me marr armën. Po e çoni vendin në luftë civile. Ai sultani i Surrelit, ai që nuk denjon të shkel kurrë në këtë sallë, ai që kujton veten të paprekshëm, që kujton veten mbi të tjerët sikur jeton në Reaj, për atë kam një mesazh. Kam një mesazh dhe i them: ruaju nga urrejtja e popullit, se është urrejtja e popullit ajo e cila mund të shndrohet në dhunë hynore atëherë kur nuk ta pret mendja.